Të nderuar shikues, jemi sërish bashkë dhe këto minutat mbetura deri në përfundim të këtij emisioni do t'i shfrytëzojmë të flasim për një temë shumë të rëndësishme, që është përdorimi i alkoolit dhe drogave të tjera, duhanit kryesisht në shkollat e Kosovës. Krejt kjo përmes disa gjetjeve të anketave që janë bërë pjesë e një raporti ESPAD që do na tregoj profesori Mytaher Haskuka, shefi i departamentit të psikologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, që është pjesë e këtij raporti. Përshëndetje, kënaqësi e veçantë ju kemi sot në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, faleminderit për këtë temë që kemi zgjatur. Vini sot pas një dite festa apo jo për departamentin, për fakultetin? Faktikisht sot Fakulteti Filozofik ka pas 65 vjetorin e themelimit të saj, është institucioni i arsimit të lartë i pari në Kosovë që është themelu. Nga Fakulteti Filozofik kanë dalë fakultetet tjera pastaj. Edhe është themelu pastaj Universiteti i Prishtinës më vonë. Për këto kemi pas një konferencë ndërkombëtare në fakultet. Urime, juve edhe përmes juve urojmë gjithë stafin atje edhe studentët padyshim, por ne sot të flasim pikërisht për këtë raport, kështu që doja të nisja temën duke na tregu pak më shumë për rëndësinë e këtij raporti, sepse është një raport me goxha renome, me disa vite bagazh edhe që organizohet në shumë vende të botës, kështu që nëse mundemi e nisim kështu bisedën. Po, faleminderit për, domethënë edhe një herë, nga se është një hulumtim shumë me rëndësi, domethënë është hulumtimi i cili bëhet në 37 vendet e Evropës, jo vetëm, prandaj brenda atyre 37 vendeve janë edhe vendet nga Kaukazi, si për shembull. Po, sidoqoftë në Evropë kjo është viti i 30 që bëhet hulumtimi, ndërsa në Kosovë ne kemi filluar si departamenti i psikologjisë në vitin 2011. Qëllimi i hulumtimit është që të shikohen, domethënë edhe të krahasohen vendet e Evropës në aspektin e përdorimit të drogave ose substancave psikoaktive të themi, nga alkooli, cigaria dhe drogat të tjera të cilat nuk janë të ligjshme, po edhe barnat të cilët faktikisht nuk mund të përdoren pa recetën e mjekut, si për shembull qetësues të ndryshëm. Aspekti i kësaj është që hulumtimi bëhet me 16 vjeçart, hulumtimi bëhet nëpër shkolla, po nënkupton përdorimin e tyre domethënë gjatë gjithë jetës së të rinjve, ashtu që të krahasohen trendet dhe, si më thon, adoleshentët janë indikatori i shoqërisë. Nëse kemi probleme tek adoleshent, atëherë do të kemi probleme në të ardhmen. Domethënë është një farë, si më thon, alarmuesi shoqëror lidhur me këto droga, edhe si thash bëhet brenda Agjencisë Evropiane për drogat, ose Agjencisë Evropiane Agjencisë së Bashkimit Evropian për drogat, i cili është themelu vitin e kaluar, por paraprakisht ka qenë si një organizatë jo qeveritare, ndërsa tash është kryer si organizatë e Bashkimit Evropian. Departamenti i psikologjisë është partnerja e UD-s në Kosovë për kryerjen e këtij hulumtimi. Normal, në hulumtim na ka ndihmuar edhe Rektorati i Universitetit Prishtinës me një pjesë të fondeve, po ashtu edhe Ministria e Arsimit dhe Drejtoritë e Arsimit nëpër komunat, të cilët i falenderoj për bashkëpunimin. Përmendi që era e parë kur është bërë një hulumtim i tillë në vendin tonë, ka qenë viti 2011, dhe nëse e krahasojmë me këtë raportin e vitit 2024, sepse kështu i bie punohet gati një vit në brenda një raporti, çfarë mund të themi, cilat janë gjetjet më shqetësuese që lidhen me Kosovën edhe me përdorimin e këtyre substancave? Realisht kjo mundson dy lloje të krahasimeve, krahasime në aspektin kohor edhe krahasime në aspektin me shtete të tjera. Në aspektin kohor, realisht kemi lajme të këqija, domethënë në shumë aspekte ne kemi mbet në trendet e njëjta apo kemi një rritje pos rënjes në disa indikatorë, por në shumicën e indikatorëve kemi domethënë një nivel i cili nuk ka ndryshuar, në do indikator ka rritje, ndërsa në do indikator kemi rënje. Si për shembull lidhur me alkoolin, kemi një rritje të vogël, po kjo rritje, domethënë në krahasim me shtetet e Evropës jemi prapë mirë në këtë aspekt. Në aspektin e cigares kemi rënje, po prapë në krahasim me Evropën jemi keq, nga se domethënë jemi ndër vendet ku përdoret duhani më së shumti. Edhe kështu varet nga indikatorët, dhe domethënë është qetësuese për shembull që diku rreth 41% i 16 vjeçarëve kanë përdorur cigaren ndonjëherë në jetën e tyre, por diku rreth 25-26%
përdorin cigare në mënyrë të rregullt, dhe fillimi i cigares është shumë herët, në moshën 13 vjeçare, ku, si për shembull, ne jemi në ndër vendet që ka nivelin më të lartë, edhe kjo mendoj që duhet të adresohet. Është interesante që të ne, si për shembull, kur pyeten qasja ndaj cigares a është e lehtë, nuk jena nën mesatare, domethënë që do të thotë që shumë shitore ose shumë shitës nuk i shesin cigare të rinjve, por prapse prapa ta arrin të gjejnë të sigurojnë cigaret dhe pastaj domethënë kemi përdorimin i cili është problematik. Kemi një rritje shumë të madhe në lidhur me këto cigaret që janë elektronike, që janë vejpat të ndryshëm, edhe aty mendoj që duhet një kontroll pak më i madh, ku në krahasim me vendet e Evropës kemi një rritje shumë të lartë. Domethënë për këto. Po ne në këtë raport, domethënë raporti është shumë voluminos, janë diku rreth 20-30 tabela, të cilët tregojnë për vendet edhe për trendet. Domethënë edhe për çdo njërin prej tyre duhet një analizë e veçantë. Domethënë është një raport i cili shpresoj që do të jetë edhe në gjuhën shqipe në website-in e UD-s. Momentarisht është botuar në gjuhën angleze. Po qëllimi i këtij domethënë raporti është parandalimi i bazuar në prova, domethënë këtu është diçka shumë interesante lidhur me Kosovën, që ne përmendemi më së shumti në hyrjen e raportit, e cila është si një formë e shkurtë e raportit, pikërisht për këto që jemi në ekstreme në një farë aspekti. Jemi në disa, si më thonë, substanca jena në 3 vendet e para, në shumicën e substancave jena në 3 vendet e fundit, por edhe trendet janë të kundërta me Evropën. Si për shembull në Evropë, edhe pirja e duanit, edhe pirja e alkoolit është shumë më e lartë tek vajzat, që është një trend interesant. Kjo ka ndodhur në 20 vitet e fundit, domethënë vajzat përdorin më shumë se djemt, domethënë edhe alkoolin, edhe cigaren, edhe droga të tjera në Evropë, ndërsa tek ne është e kundërta, djemt përdorin këto. Pastaj rezultate janë shumë interesante lidhur me bigjozin, edhe bigjozin online, që cila po ashtu matet me këto. Normal, për shkak të ndalesës që kemi në Kosovë lidhur me bastoret edhe këto, ne kemi, domethënë jemi ndër vendet ku më pak të rinj luajnë bigjoz, domethënë si për shembull në Evropë, kjo është diku 70% të rinjve kanë luajtur ndonjëherë në jetën e tyre, ose kanë vërë bast, ose kanë luajtur bigjoz, qoftë online, qoftë në jetën reale. Ndërsa në Kosovë kjo është diku 40%. Po brenda këtyre 40%-shit janë diku 20% që kanë bigjoz të rrezikshëm, i cili kategorizohet bigjoz i rrezikshëm, që do të thotë luajnë përtej asaj që domethënë që si më thon kanë rrezikuar buxhetin familjar në këtë aspekt, po domethënë prej 40%-shit kjo do të thotë diku 6-7% totalit të rinjve. Domethënë kemi, si tash, në do krahasime jemi mirë, po brenda kur bëjmë do analiza është pak problematike edhe duhet të shikojmë se ku është problemi. Edhe po ashtu unë mendoj që në Kosovë sidomos është problemi i madh i përdorimit të internetit, të rrjeteve sociale, i cili është përtej, domethënë është mbi mesataren e Evropës. Edhe domethënë tregon që të rrit në vend se të bëjnë aktivitetet tjera të cilët mund socializuese kështu me radhë, një shumicë shumë të madhe të kohës kalojnë me këto rrjete sociale, edhe sidomos me TikTok dhe këto reelsat e shkurt. Ka shumë keq përdorimi, le të thënë, i internetit edhe i kohës, padyshim. Po, isha kthy edhe një herë te ajo që përmendet edhe tek përdorimi i cigareve tek adoleshentët kosovar, që në bazë këtij raporti parë që ka mbetë pothuajse i pandryshuar prej vitit 2011, tani pse në Evropë është ulur ndjeshëm përdorimi i cigareve. Dhe këtu ndoshta lidhen edhe faktorë të ndryshëm, siç është ajo që ju thatë, qasja e lehtë, shitore të cilat janë afër shkollave, edhe që nuk është se kontrollohen mjaftueshëm aq sa për të parë nëse vërtet është strikt mos shitja e duhanit tek personat nën 18 vjeç, ashtu siç e kërkon ligji. Besoj që këto çalon
shteti, le them, në përgjithësi, nuk është se po funksionojnë mirë edhe ne si shoqëri për me i raportu, po edhe shteti me inspektoratet e ti nuk po arrin me na gjuhë këtë situatë. Po, fatkeqësisht kemi një problem lidhur me aplikimin e ligjit për duhanin, ju e dini domethënë edhe kur him në restorane ose në për kafene, sidomos dimrin, e tash është problem. Sidomos jashtë qyteteve të mëdha, po çështja si tash lidhur me duhanin, mendoj që duhet shumë më shumë kampanja, domethënë sensibilizuese për rreziqet që paraqet duhani, sidomos në aspektin shëndetësor, domethënë qoftë smundjet kardiovaskulare, qoftë smundjet e kancerit e kështu me radhë, të cilët mungojnë tek ne. Unë mendoj që domethënë edhe sidomos kështu nëpër mediat publike, po edhe mediat në përgjithësi duhet të kemi shumë më shumë këto, si më thonë, anti-reklama, themi kundër duhanit, po edhe kundër drogave tjera. Kjo është diçka që tek ne ka dalë shumë e ulët. Po ashtu mendoj që në shkolla duhet të kemi më shumë pënej. Një nga rekomandimet që do të kemi nga këto është që shumë pak nxënës tek ne kanë pas trajnime lidhur me rreziqet të cilët paraqiten nga drogat. Domethënë nëse kemi, si më thonë, shkallë të ulët në përgjithësi në krahasim me shtetet e Evropës, ose nëse jemi nën mesatarin e Evropës, kjo nuk është për shkak se ne kemi bërë parandalim, po për shkak se ashtu është kultura jonë, domethënë edhe kontrolli i familjes ndaj adoleshentëve është pak më i madh në krahasim me vendet e Evropës. Por si thash, në aspektin e krahasimeve, kur i shikonim përqindjen e nxënësve të cilët kanë pas trajnime lidhur me themi rrezikun nga kokaina, rrezikun nga qetësues të cilët miren pa recetën e mjekut ose alkoolit e drogave tjera, kemi përqindje shumë të ulët të nxënësve të cilët raportojnë që kanë qenë në ndonjë trajnim. Edhe mendoj që kjo duhet të bëhet më shumë, ndoshta me policinë e Kosovës, ndoshta me institucionet tjera, edhe pse jo edhe me Universitetin e Prishtinës, edhe ndoshta edhe me Fakultetin e Mjekësisë, të cilët mund të alarmojnë nxënësit më mirë, edhe të ngritet vetdia ndaj rreziqeve të cilët paraqiten nga këto, si më thonë, substanca psikoaktive, se realisht edhe përdorimi i drogave të rënda zakonisht fillon me këto më të lehta, domethënë substancat më të lehta, themi cigaria, alkooli, pastaj vjen kanabisja, pastaj shkojnë në këto më të rënda, edhe domethënë për të ndaluar këtë trend, faktikisht duhet një fushat më e madhe, qoftë mediale, qoftë drejt për drejt në për shkollat e Kosovës. Ndoshta edhe çmimet rritet pak, kish përmirësu pak situatën, se besoj që kjo mundet me qenë edhe ai ndikuesi që në Evropë ka rënje, sepse atje dihet që një paqet e cigares kushton sa 2-3 këto tonat në Kosovë, se unë nuk e përdori, po besoj që aty janë, kam dëgjuar raste. Po çfarë mundet me qenë faktorët që mundet me e bo një 13 vjeçar përdorues të këtyre substancave, të cigares për edhe të tjerave? Po, e para qasshmëria, domethënë nëse kanë qasje, mund ta provojnë. Domethënë edhe këtu që thamë edhe më herët, duhet të kemi një kontroll më të mirë, sidomos për këto substanca të cilat janë legale, domethënë alkooli, domethënë duhani. Për substancat ilegale, realisht ne kemi një numër shumë të ulët të nxënësve të cilët kanë raportuar që kanë qasje. Po prapë nëse themi që 8% kanë thonë që mund të qasen, si më thonë, kanabisit që nga substancat jo legale është më e qasshme, edhe 9% thonë që mund të kenë qasje në qetësues, është alarmante. Domethënë se në aspektin e shifrave është një shifër e madhe. Edhe këtu duhet të punojmë në këtë sferë. Pastaj, normalisht si thash, lidhur me parandalimin, masi çelëm këtë çështjen e qetësuesve, këtu e kemi pa një trend shumë negativ, si për shembull dyfishim të nxënësve të cilët marrin qetësues nga 4.5% në 9%, që ka qenë një nga trendet më negative që i kemi pa. Është tek mesatarja evropiane, domethënë në krahasim me mesatarjen evropiane, po unë mendoj që këtu është edhe pak problemi i brenda familjes, ku si për shembull nëse shikojmë edhe tek të rriturit, kemi një përdorim të lartë të qetësuesve. Kjo vjen edhe nga pas lufta, domethënë. Më falë për ignorancën, po këta qetësues për çfarë arsye i përdoren? Luftojnë ankthjen, luftojnë stresin e të tjera, dhe
arrin kaq lehtë. Fatkeqësisht, për shembull, kanë probleme me gjumë, kanë probleme me, domethënë, si ta thëllë ju, domethënë, probleme emocionale, mund të jetë stresi, mund të jetë ankthi, edhe që nga pas luta, domethënë se edhe në vitin 2000-2005 kam marrë pjesë në disa hulumtime, edhe si për shembull shumë njerëz që kanë pasur edhe trauma të lutës ose probleme tjera psikologjike në mos ekzistencë të shërbimeve të duhura psikologjike, zakonisht kanë shkuar te mjeku, edhe mjeku i ka shkruajt qetësues, por pastaj kanë vazhduar me marr pa recetë. Dhe ky trend vazhdon fatkeqësisht. Edhe shitja e qetësuesve, si për shembull, është një nga problemet që duhet mu trajtu seriozisht, se ne dim edhe nga aspekti personal që zakonisht nuk kemi shumë probleme marrë barnat që nuk kena recetën. Në shumë vendet e Evropës, nëse nuk ki recetë, për shembull për antibiotik, s'ka gjasa të marrësh nga farmacia, ndërsa te ne edhe për qetësues zakonisht nuk është problem. Po edhe nga kështu anekdotat jetës së përditshme e dim, domethënë nga bisedat që i kemi me qytetarë. Edhe tash kur prindërit e kanë ato në rraftet e tyre, edhe nuk e kontrollojnë atë, edhe fëmijët i përdorin këto pa kontroll. Edhe fatkeqësisht edhe këtu i kemi domethënë një problem. Po sidoqoftë, si thash, ende kemi një familje e cila kontrollon mirë, domethënë është interesuar për fëmijët në shumë krahasime, po që këto drogat e lehta ose legale, të themi, duhet të kemi pak më shumë në kontroll, sidomos cigaren, e cila është, si thash, problemi kyç tek të rinjtë tanë. Ju thatë që Kosova ka përqindje më të ulët të konsumimit të alkoolit në Evropë. Pra 23% ishte në këtë raport. Mendoni që lidhet kjo përqindje ulët me faktorin kulturor edhe fetar, sepse që edhe këto kanë qenë pjesë e hulumtimit apo jo? Po. Realisht në hulumtim, domethënë shikojmë, si më thonë, shumë faktorë të ndryshëm, po normal nëse i krahasojmë këto vende të cilët domethënë themi janë muslimane, aty ka më pak ose shumë kanë banorë që kanë shumicë, ka më pak përdorim të alkoolit, edhe kjo lidhet me këto. Normal edhe këtu kemi çështje që duhet të ngrisim. Si për shembull, në vendet e Evropës çdo i treti i nxënës, të themi, 16 vjeçar, ka raportuar që ka filluar alkoolin në moshën 13 vjeçare, ose ka filluar me përdor, që është një moshë shumë e re. Po edhe pse ne jemi ndër vendet më të ulta, po prap edhe tek ne raportohet në 3%, 3%, 4%, që mendoj që është pak problematike në aspektin e zhvillimit të fëmijëve, nga se domethënë ne dim që edhe në aspektin biologjik kur trupi kalon në për transformime të ndryshme, edhe duhani, nikotina, po edhe tymi i duhanit, edhe alkooli, edhe droga tjera kanë ndikim shumë negativ në zhvillimin e fëmijëve, qoftë psikologjik, qoftë fizik. Edhe këtu mendoj që edhe pse, si për shembull, shifra po na dele ult, por kur pishojmë 13 vjeçart, atëherë mendoj që prap duhet vetëdijsimi i prindërve, se më siguri nëse prindit nuk kishin më qenë, si më thonë, të kishin qenë më të vëmendshëm në këto aspekte, nuk kishin ardhur deri në këtë aspekt, në këtë fushë. Ndoshta vetëm për këto droga tjera që çka ndikon tek fëmijët të cilët ose nxënësit 16 vjeçar, adoleshentët, të fillojnë të përdorin zakonisht kur kemi bë analizat në hulumtime të tjera, po në këtë hulumtime ende nuk kemi bë, është ky presioni bashkëmoshatarëve. Zakonisht, domethënë, si themi, nëse jetë një shoqëri ku disa fillojnë të përdorin duhanin, atëherë presioni i tyre bën që zakonisht edhe nxënësit ose personat tjetër që nuk e përdorin duhanin, fillojnë me përdor duhanin dhe kështu pastaj rritet kjo e bëhet trend. Dhe këto sidomos po shohim tek cigaret të cilët janë elektronike, domethënë që quajnë vape apo në gjuhën popullore. Vërtet shqetësuese po përmendet pikërisht rolin e prindit, po edhe shkollat, edhe familja në përgjithësi, edhe rrjetet sociale dhe vetë nxënësit të cilët besoj se munden me e tjetërsu këtë situatë në rast se ka kujdes të shtuar.
është një mosh shumë e ndjeshme, një 13 vjeçar të ketë lirin që sot të përdor alkohol, të përdor drogë, të përdor qetësues, e duhanet e tjera që i përmendëm pa djenin e familjes. Vërtet, duket se po qarojmë shumë si shoqëri në këta aspekt, sepse është mosh goxha e ndjeshme për me kalu këtë fazë pa vëmendjen e tyre, po edhe shkollat njëkohësisht. Keni pasur mundësi me parë në qoftë se ka raportime, ka bashkëpunim mes shkollave, edhe prindërve, edhe familjes në përgjithësi, pikërisht për këto fenomene? Realisht, pyetësori është shumë i gjatë. Është një pyetësor standard evropian, domethënë ne kemi përkthyer në vitin 2011, po normal ndryshohet sipas viteve. Domethënë tash në 2011 kur e kemi bë, cigaret elektronike nuk ka pas, edhe nuk ka qenë problem, domethënë cigaria elektronike. Tash është shtuar, si për shembull, cigaria elektronike si njëna. Këto 2-3 vitet e fundit. Po, domethënë që nga hulumtimi i fundit, i cili ka qenë domethënë 2019-ën, edhe në 2 hulumtimet e fundit, domethënë kemi matje të lidhur me cigaret elektronike. Çështja është të marrim realisht, domethënë ato që kena nga matjet ose nga indikatorët që kemi, një problem është që nuk ka vetëdisim, domethënë nuk ka trajnime vetëdisuese, ose për shembull në lëndë të caktuara nëpër shkollat tona, qoftë në shkollat fillore, qoftë në shkollat, po mos janë 13 vjeçar, për shembull mendoj që në klasën e 4-5, para se të bëhen 13 vjeçar, duhet të kemi, se çatër edhe formohet ajo, si më thon, perceptimi i rrezikut tek fëmijët, duhet të kemi trajnime edhe në brenda kurrikulës, edhe mësimdhënësit ndoshta, të shpjegojnë që këto dëmet që mund të vinë nga substancat psikoaktive, po si për shembull cigaria nuk është vetëm dëm psikologjik, është dëm fizik më i madh i cili mund të më shkaktojë edhe vashmëria nga cigaria, pastaj mund të çojë tek vashmëri të tjera. Edhe po ashtu si për shembull edhe për përdorimin e internetit. Ne fatkeqësisht shohim që prindrit në mungesë të kohës, në mungesë të kësaj, zakonisht edhe fëmijëve shumë të vegjël ju japin telefonin në dorë, ju lëshojnë diçka në YouTube ose diçka, edhe pastaj e lejnë me ato, çado, domethënë nuk ka kurfar kontrolli prindëror me ato se çka shohin fëmijët në këto. Domethënë duhet një kombinim i vetëdijsimit publik, vetëdijsimit në shkolla, po edhe vetëdijsimit të prindërve për rolet e tyre, se me të vërtetë është domethënë janë shumë nuanca të vogla, të cilët e çojnë te varfshmëritë shumë të rënda, qoftë nga kokaina, qoftë nga heroina dhe kështu. Domethënë se analizojmë se si ka ardhur deri këtu, zakonisht është që pirja e duhanit në moshën 13 vjeçare, pastaj pirja e substancave tjera psikoaktive më vonë, edhe vjen deri te vashmëria, pastaj është shumë vonë. Domethënë në fatkeqësisht në Kosovë nuk janë edhe institucionet mirëfillta për adresimin e çështjeve ose bashkëmërive të rënda. Në këtë aspekt, domethënë raporti i ka rekomandimet në përgjithshme për Evropë, po si tash ne tash kemi databazën për Kosovë dhe domethënë nga këto trendet që na dalin këtu do të dalim edhe me shifra më specifike për çdo njërin prej tyre, por po ashtu edhe rekomandimet se çka duhet bërë, edhe në cilat substanca mendoj që duhet të kemi një vëmendje më të veçantë, edhe nuk duhet të jemi të kënaqur me ato që në shumë substanca janë ka fundi, se edhe çajo shifër që është në fund nuk është e mirë. Domethënë edhe 4% si për shembull në përdorimin e ndonjë substance ilegale, ndoshta në krahasim me Evropë është e ulët, por nuk është, si më thonë, e kënaqshme për neve, se kjo me shifra do të thotë është një numër shumë i madh i fëmijëve të cilët i përdorin këto substance. Minuta e fundit, tha që ju do të dilni më vonë edhe me rekomandimet, por çka mendoni se është më emergjentja të bëjnë institucionet edhe ne si shoqëri për parandalu, le them, shtrirjen akoma më të madhe të përdorimit? Unë mendoj që sidomos kjo çështjet me cigaret, që kanë dalë shumë alarmante, mendoj që duhet të shikojmë implementimin e ligjit për duhanin më mirë, po sidomos kampanjat vetëdijsuese për fëmijët, se edhe një gjë kur pyeten në fëmijët brenda pyetësorit se a shohin rrezik në përdorimin e këtyre, domethënë lidhur me përqindjen, njëjtësi përqindja ashtu është edhe kjo.
Shumë, nëse në dalin që 41% kanë përdor duhan në jetën e tyre, dikur 41% që thonë se nuk është aq problemi i madh shëndetësor pirja e duhanit. Njëjtë është 23% që përdorin cigaren ose kanë përdorur cigaren në 30 ditë të fundit, që do të thotë përdorin më shpesh. Këta mendojnë që nuk është ndonjë problem i madh, domethënë pirja e duhanit. Faktikisht ne kemi studimet që tregojnë lidhjen drejt për drejt të duhanit me smundjet kardiovaskulare, me smundje shumë serioze. Po, edhe sidomos me smundjet e kancerit. Domethënë tash dita e fundit ose para fundit e muajit tetor, e cila ka qenë muaji kundër kancerit gjirit, ne mund të bisedojmë për shumë gjëra, po derisa kemi këtë nivel të lartë të pirjes së duhanit brenda shoqërisë, do të kemi këto probleme ose paraqitje të kancerit edhe më shumë. Prandaj këtu domethënë na mbetet neve edhe në aspektin akademisë, edhe në aspektin e mediave, që sa më shumë të vëdësojmë popullatën për rreziqet që vijnë nga këto substanca dhe të, si më thënë, mundohemi që të ulim nivelin e përdorimit edhe tek të rriturit, sidomos tek të rritë, se ata janë e armja faktikisht. Shumë vërtet. Unë të falenderoj shumë që ishte pjesë e emisionit, edhe shpresoj të takohemi prapë dhe herën tjetër flasim për shifra më pozitive në këtë aspekt. Faleminderit për ftesën. Takohemi prapë sigurisht.